Në rrethonat në cilat është zhvillu vetë procesi gjyqësor për mu ka qenë i pritshëm shtyrja e vendimit. Tani ma sa duket është përfundimtare sepse është saktu edhe data dhe edhe ora e shtyrjes. Për mu në vetë shtyrja e shpalljes vendimit nuk paraqet ndonjë problem, por shqetësim mbeten arsyet që janë dhënë nga gjykata u thirr në ato që ka shumë prova, ka shumë dokumente që duhet mu shërtu deri në vendimarrje. Mendoj që procesi i shërtimit provave dhe analizimit tyre ka përfundu gjatë procedurës së shërtimit provave. Dhe aspekti dytë i shqetësimit lidhet me vazhdimin e paraburgimit këtë fazë, sepse tani ma nuk ka arsye dhe shumica e arsyeve për cilat është caktuar paraburgimi nuk ekzistojnë. Mundësia ndërhyrje në dëshmitar nuk ekziston sepse dëshmitarët veç e kanë kryer procesin e dhënies dëshmive, ndikimi në prova nuk mund të jetë sepse provat veç janë në gjykat. Dhe të marr parasysh kozgjatjen e paraburgimit natyrisht është një prej shqetësimeve kryesore që unë kam si avokat i popullit. Unë që shkoj kemi majtë një takim në Hag, ku kemi ftu misionet diplomatike të vendeve të akreditume në Holland, me njoftu me raportin, kanë qenë edhe vetë autorët prezent, 2 nga autorët kryesorë që e kanë hartuar raportin, gjithmonë të gatshëm i dhanë përgjigje dhe me diskutu për gjetjet, por edhe për komentet e vërejtjet që mund mi pas të interesuarit. Kemi ftu edhe gjykatën, gjykata nuk ka marrë pjesë, nuk na ka kthy përgjigje, në fakt na ka injoru në një farë mënyrë, ka shpreh një tendencë mos përfillëse në raport me kërkesat tona, jo vetëm këtë rast, po edhe raste tjera, por që e rëndësishme është që vendet që kanë marrë pjesë në këtë takim janë informuar për gjetjet e raportit, janë informuar për këto shqetësime. Raporti që është hartuar nga autorët anglez vënë pa dy rekomandime shumë më rëndësi që vinë për autoritetet e Republikës Kosovës. Njëna prej tyne, që është më e rëndësishmja, është fakti që Kosova duhet me marrë përgjegjësi që me kriju mekanizma monitorimit të gjykate, me qëllim që me hinë analiza më të detajume të këtij procesit, për mos me leju në asnjë rast mos cënu të drejtat e njerëzit. Mungesë një përgjigje, jam detyruar me angazhu një organizatë ndërkombëtare të pavarur të drejtave të njerëzit me selinë në Angli, në Londër. Është Komiteti për Drejtat e Njerëzit i Odës Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, një organizatë shumë prestigjioze ndërkombëtare që njihet për profesionalizmin edhe për punën e saj. Dhe ata kanë hartuar një raport mbi bazën e kërkesës time, raport i cili ka paraqitë ka legjitimu shqetësimet që unë i kisha ngrit, por edhe përtej saj ka paraqitë edhe shqetësime tjera për cilat janë njoftuar edhe gjykata dhe vendet anëtare që të Këshillit, domethënë vendet donatore që mbështesin dhe financojnë këtë gjykatë. Nga raporti del si janë drejtuar gjykatës, nuk është që kanë marrë informacione.